lutem, nga e premtja e shtuna dhe e diela, kryeqyteti vlon glon prej këtij eventi që ka pritshmërit. Mua akoma s'më besohet që pas 2 ditësh dhe kur po kaloja tani dhe hyra tek vendi ku po montohet të gjitha këto dhubëra emocionale ne kemi një vit. Është këtu te Piazza Italia? Po, direkt sa s'bëj poshtë. Këtu te Piazza Italia se dhe unë po shoh ca skela e ca. Po. Shesh Italia, më fal se unë tash jam italiane. Po, edhe po thoya që u bëra emocional se ne kemi një vit që po punojmë për Musexin, nuk është e thjeshtë të bësh gati mbi 210 biznese të bëra që janë në mënyrë direkte dhe indirekte të përfshira në Musex, ti bësh të gjitha bashkë në një fundjavë të vetme ku ne dim shumë mirë 5 njerëz ti mbledhesh, është vështirë ti mbledhesh në një fundjavë, jo numëralisht të lartë biznesesh, po fakti që biznese shumë të huaj dhe jo vetëm biznese, po është i vetmi term që mund t'i përmbledh së bashku, se bëhet fjalë për sipërmarrës, për fjalë për organizator, menaxher, producent, studio, të gjithë. Pra, konkretisht, gjithë secili nga këta ka një stand të vetën. Po, janë mbi 67 stenda të dedikuara vetëm për bizneset, ka një stand të dedikuar për podcaste, ka një stand të dedikuar për filmat, ka chill areas, shumë chill areas, ka Storm Ring që është ringu i Stormit ku do të ketë DJ battles, do ketë rap battles dhe pastaj do deri në orën 7. Jo, dua të pyes, më fal. Pra, un jam, si më thon, Rea është producente dhe ka dhe një artiste me vete dhe vjen ke ky Rea mund vite vetëm. Po, mund vite vetëm. Dhe çfarë gjen aty? Kontakte, lidhje, marrëdhënie? Përveç kontakteve, Rea mund ta përdorë aty për të peshkuar talentet e reja që asaj nevojiten, sepse sheqet deri të gjithë i plot me artistë të rinj, me njerëz të rinj dhe të reja që janë të interesuara për gjetur Rean. Pra Rea kërkon ata kërkojnë Rean. Po ti e kuptove pse të kam bërë me Rean sot? Po mirë, ne mbaruam punë. Ne na po tham që hape pra studion. Po pse kota që një producente dhe një djalë ka që mirë marketing. Është viti i parë që po bëhet Musex, edhe sigurisht që ne si shqiptarë kemi që presim, domethënë Musex mbaron 11, 12, 13 prill, në 14 duam rezultatin. Rezultatin do ta shohim përgjatë gjithë këtij viti, sepse ti bën një panajir libri dhe rezultatet i sheh me kalimin e muajve. Lëra më një industri që është kaq e rregullt dhe që funksionon gati pa rregulla të shkruara, siç është muzika dhe artet në Shqipëri, po ne duam që Musex këtë vit të shërbejë si hapi i parë dhe pastaj çdo vit ne ta kthejmë si një traditë. Kemi sjell biznese nga Kosova, kemi Sunny Hillin që vjen, kemi Exit Festival, kemi klabe të ndryshme që vijnë nga Evropa, nga Ballkani dhe nga Mbretëria e Bashkuar, kemi shumë menaxher që ndoshta Rea i njeh shumë mirë në momentin që do vi aty dhe do takoj dhe do familiarizohet direkt sepse është fusha e saj. Tani kur hapet dhe kur mbyllet gjatë ditës? Të premten në orën 10 nis ceremonia hapse. Dhe mbyllet në orën 12 në qoftë se nuk në lë bashkia.